Selina, ti vetë dhe publikisht arsyen pse i afruar Mirit, sepse në fillim e ke parë si një figurë të konsoliduar, si një baba me familje, si një njeri me gentilezë dhe kulturë, dhe sepse sipas teje ai është përkushtuar shumë ndaj teje. Këto janë fjalët e tua dhe janë gjërat që publiku i ka dëgjuar qartë. Por pikërisht këtu lind pyetja më e madhe, nëse i kishe gjithë këto bindje dhe këtë vlerësim që në fillim, pse të është dashur kaq shumë kohë për të kuptuar që ai krevat nuk ishte vendi i duhur për ty? Sepse nuk bëhet fjalë për një moment të vetëm apo për një situatë të paqartë. Ka qenë një rrugëtim i gjatë, me shumë momente që janë parë dhe komentuar. Dhe megjithatë, reflektimi vjen shumë më vonë, vetëm kur situata fillon të bëhet më e ndjeshme dhe presioni rritet. Kjo është ajo që edhe Arbëri ta tha drejt për drejt në sy, një pyetje që shumë njerëz jashtë e kanë bërë prej kohësh. Dhe fakti që u tha hapur, pa filtra, tregon që nuk është më thjesht një perceptim, por një pikë që kërkon përgjigje reale. Sepse kur një person e shet tjetrin si figurë me vlera, si shembull, si dikë për të respektuar, atëherë veprimet duhet të jenë në përputhje me atë respekt. Nuk mund të ketë një version në fjalë dhe një tjetër në veprime për një kohë kaq të gjallë. Publiku nuk gjykon vetëm atë që thuhet sot, por lidh të gjitha pjesët bashkë, fillimin, mesazhet, veprimet dhe mënyrën si ndryshojnë qëndrimet me kalimin e kohës. Dhe kur këto nuk përputhen, lindin pikpyetje që nuk shmangen lehtë. Në fund, nuk është çështja vetëm te një krevat apo një situatë konkrete. Është çështja e koherencës, e sinqeritetit dhe e përgjegjësisë për atë që thua dhe bën përpara gjithë publikut. Dhe ndoshta tani është momenti më i mirë për t'i dhënë një përgjigje të qartë gjithë atyre pyetjeve që kanë qenë aty që prej fillimit.